Vesa Jusufi është një 18 vjeçare nga Prishtina, e cila prej fëmijërisë është e lidhur me sportin e atletikës. Ajo është pjesë e klubit Prishtina dhe deri më tani ka marrë pjesë në qindra gara brenda dhe jashtë Kosovës, ku shpesh është ngjitur në podium duke fituar vendin e parë, të dytë apo të tretë. Sot, ajo garon si sprintere në disiplina nga 100 deri në 400 metra, por e ardhmja e saj duket se po shkon drejt garave të mesme, me synimin që ta zotrojë disiplinën 800 metra. I kam 6 çmime kryesore pri Federatës Atletike dhe pri Komunës së Prishtinës dhe po ashtu të kam rreth diku 200 medalje nga garat që i kam mbajtur në Kosovë. Ndërsa jashtë Kosovës e kam një medalje nga qyteti i Shkupit, ku kam rapuar në disiplinën 100 metra dhe kam zënë vendin e tretë. Po ashtu kam qenë edhe në Olimpiadë për tren 2 herë që është mbajtur, një herë në Slovaki në Banska Bystrica dhe një herë në Sloveni në Maribar. Edhe këtu kam rapuar pra disiplinën 100 dhe 400. Përveç Olimpiadave për tren, kam marrë edhe pjesë në Ballkaniadën për U18 në vitin 2023 dhe po ashtu në vitin 2024. Dhe po ashtu një garë të cilën kisha pas qef me cek mas shumëte është gara në Poloni, ku këtu pra kemi vrapu të gjithë atletë më të suksesshëm të Kosovës, që Kosovën prej divizionit 3 me vendos në divizion të 2. Vesa thot se ndjenja kur përfaqëson Kosovën në arena ndërkombëtare është e veçantë dhe e papërshkrueshme. Ndjesia për me përfaqësu shtetin tënd është një ndjesi e papërshkrueshme, do me thonë, unë për veti kur dal para startit, ka tepër shumë shikues edhe është një ndjesi shumë e papërshkrueshme, do me thonë, është diçka që kisha pas qef shumë e përjetu çdo sportist i ri, edhe ju kisha sugjeru të gjithë trejnëve që me ja jep një shansë sportit, çfarë do sporti nuk është me rëndësi. Suksesi i Vesës nuk është rastësi. Prindrit e saj kanë qenë gjithashtu atlet dhe babai Ismail Jusufi është ndër ata që dikur kanë shkëlqyer në skenën sportive të ish Jugosllavisë. Medalja vetme që i ka shpëtuar nga lufta e fundit në Kosovë, Ismail Jusufi ja ka dhuruar Vesës. Ai kujton kohën kur ka qenë vet atlet, teksa thot se ndihet krenar për sukseset e Vesës. Jam 55 vjeçar, edhe unë ju marr me mbretëreshën e sportit në atletik në kohën time. Kam qenë atlet shumë i mirë, më i me cek. Në konet, për shembull, për vitit 85 deri në 88 ku më vrapu, në atë kohë kam qenë nën kampion Jugosllavisë, nish Jugosllavi, po do të me cek. Kam qenë edhe i treti nish Jugosllavi. Atletika është një sport bukur i vështirë, nuk është sport lojës, po lyp shumë për kushtim edhe punë. Kështu që ne e kena angazhu Vesën, fëmin ma të voglin, se i kom edhe granitin edhe gretën. Granitin e kom pas një kohë dhe është marrë me basketball dhe futbol. Vesë gretën e ka kry fakultetin edukatës fizike normal na prins edhe shoqin e kem pas, dhe më thonë edhe gruja është marrë me të njëjtin sport, kështu që njëra një familje sportive. Vesa na ka bo shumë krenar, edhe nuk dojna me nal, jem ka qenë shumë për para. Atletika është sport i vështirë, është edhe i shtrejt, bukur i shtrejt. Për shembull, për marë, një par patikat vrapimit kushtojnë deri në 200 euro, ose një par sprinterica që vrapojnë me thuma për tartan, për start tartanit, kushtojnë edhe ato deri në 200-300 euro varët pej çmimeve në treg. Po na, si do kudo, mos i punojmë gjithë në shtëpi, mundohemi me ja plotësu të gjitha kushtet. Mos me lënën keq. Me thonë vërtetën, vajzën e kem pru në atletik, e kena pru për më dopsu. është sekret, po do të me cekën, edhe qatë shumë i ka pëlqy në atë kohë, sa që janë filloj me vrapu, edhe o bo super sportiste. Për i gjithë meritave që i kam, dhe me thonë, mas luftës më ka met vetëm kjo medalje arë, ku nuk po më kujtot ku e ku marë, është e jashtit, nuk është e jona. Këta ja kom dhonë Vesës dhurat, ja kom dhonë me majtë pej meje. Sipas tij, dikur atletët shqiptar garonin përballë shumë sfidave, madje edhe me pajisje të papërshtatshme, por me vullnet të madh. Në kohën time kryemar në atletik ka qenë shumë vështirë, kushtet kanë qenë në ekstrem, po thëmë në ekstrem të vështira.
pse nuk kemi pas kushte që shkanë sot. Sot i kanë kushte shumë të mira, për shembull që kitë stazën këtu në Tokë Baqenë nuk e kemi pas, tash e kanë, i kanë do kushte, po s'jon apet kushte se s'kem stadion tamam të atletikës Prishtinës i mungon një stadion, një stazë e matën me metra, ndërkombëtare, po si do që tjetë në qëto kushte këtu apet pa arrisin vullneti shumë i madh. Shembull në kohën time kem pasur rretje shumë në sport, sidomos unë si fëmijë më i men, për shembull kur kum vrapue në ngara jashtë Kosovës, kem pasur rretje të madhe, për shembull qysh është e mundshme një shqiptar me marrë medalje, ose qysh është e mundshme këta me diçka është atletika. Po na qaq individual jem sportista në Kosovë në përgjithësi të fort, unë e kisha cek një pjesë ku më ka metë si kur memorje, pa ta vrapu nish, e pa ta përfaqësu Kosovën, në gara ka qenë një 4 garsh, edhe vrapova 100 edhe 300, dyjat fitova, a 100 metra para mendone na startin, i thojmë start kur t'hen kështot që vendoset atleti, jënë do thuma që e mojnë startin më smetlon me shku mrapa, mu si atleti Prishtinës ose si shqiptar më i me cek, ma pa të ndhonë pa thuma. Kur jëmë qunë start, unë jëmë jetë hanezën start, atave që në qunë 1,2 metra, po vullneti shumë i madhe dhe pregaditjet maksimale, ku i kom në zonë edhe kom fitu. Atëre kom po, për shembull, deshta me cek me lidh, se treneri sërbi pa të mshu shuplak, atletit vetë, thëj ke qush është e mundshme shqiptari më të fitu, a unë e fitova. Një mesazh për të prind që i kanë fëmijë sportista, por edhe ata që si kanë. I kisha lutën të mirë me çfarë do sporti, s'do me thonë vetëm në atletik. Te çojmë sportin e Kosovës përpara, qysh e munu vesa që sa vite, t'jeni edhe vesat vogla, vesat tardhme, ti e kem një rini të shnosh, inshallah don Zoti kem kampiona, si që kem jude, kem në karate, ku ta diune. Pse mos me pasë në atletike, në boks që kem shumë sporte. Qoni fëmijët në sport, le të miren me sport, sa do kudo sporti edhe i edukon, edhe janë ndreq trupin, edhe kanë edukat sportive, edhe e shohin sportin ndërkombëtar, e përfaqësojnë Kosovën. Për stërvitje, Vesa zakonisht shfrytëzon parkun e Gërmis dhe zonën e Tokbashqës në Prishtinë në mungesë të një shtegu të mirëfill të atletikës. Kjo mbetet një prej sfidave kryesore për të gjithë sportistët e kësaj fushe në Kosovë. Përkundër talentit, për kushtimit dhe rezultateve të jashtëzakonshme, atletika vazhdon të mbetet një sport i neglizhuar nga institucionet. Investimi në infrastrukturë është thelbësor nëse dëshirojmë që sportistët si Vesa të kenë mundësi për të konkuruar dhe fituar në skenën ndërkombëtare.